Pas 5 orësh kërkimi intensive, policia ka vënë në pranga 32 vjeçarin Bertil Alliaj, i dyshuar si autori i vrasjes së kushëririt të tij, Dalan Alliaj, 36 vjeç, ngjarje ndodhur mbrëmjen e kësaj të shtune në fshatin Gjorm të Vlorës. Pas krimit, autori u arratis drejt zonës malore, por u lokalizua fal përdorimit të dronëve inteligjent dhe ju dorëzua forcave të rendit pas thirrjes së përsëritura të policisë. Gjatë marrjes në pyetje ai ka pranuar autorsinë, por ka refuzuar të zbulojë motivin, duke thënë se e vrau për një arsye të fortë. Policia ka sekuestruar armën e dyshuar të krimit, një Beretta FS92. Ndërkohë, viktima Dalan Alliaj ishte administratori i kompanisë Allidagu në Fier me aktivitet tregtar dhe servis makinash. Në Levan të Fierit, aty ku jetonte edhe viktima, familja hapi dyert e mortit, ndërsa banorët e zonës u shprehen të shokuar për ngjarjen. Kam edhe komshi, jemi rritur bashkë. Edhe dje, u përshëndetëm. Gjë më e keqe, që ndodhi familjes. Modër nuk gjendësh në rruzull, nuk e di çaj ndodhi atij njeriu. I komunikueshëm, punëtor, në të gjitha drejtimet. Bertil Alliaj, i shpallur në kërkim për vite me radhë, rezulton i përfshirë edhe në masakrën e Çolës në vitin 2015, ku vran 3 të rinj brenda një kazinoje. Në atë kohë 22 vjeç, ai u dënua në mungesë me 35 vite burg, por nuk u kap kurrë për të vuajtur dënimin.